Edicioni i 5 i Big Brother VIP Albania do filloj fiks pas një jave. Krahas formatit dhe dinamikave të reja, duket se është mbyllur edhe një tjetër pikë kyçe. Moderimi i Big Brother VIP Fan Club çdo fundjavë. Drejtimin e fan klubit do ta marrë Kiara Tito. Burime pranë produksionit bëj me dije se zgjedhja e saj lidhet me eksperiencën televizive, por edhe me raportin e fortë që ajo ka ndërtuar me audiencën e Big Brother VP. Më herët, në media dhe rrjetet sociale u përfolën edhe emra të tjerë për këtë rol, mes tyre Sara Gjordeni dhe Egli Tako. Megjithatë, të dyja moderatorët reaguan publikisht, duke mohuar çdo përfshirje në projektin e fan klubit, çka hapi rrugën për konfirmimin e Kiares. Kjo nuk është hera e parë që Kiara Tito drejton një klub fansash. Ajo ka qenë më herët në krye të Dancing with the Stars Fan Club në ekranin e Top Channel, një eksperiencë që duket se ka ndikuar edhe në këtë angazhim të ri. Ndërkohë, paralelisht me Big Brother VP Fan Club, Kiara do të vijojë edhe angazhimin e saj në Portokalli, ku moderon krah Nevina Shtyllës dhe Salsano Rapit.